Në Shkodër nisi festa e madhe e fëmijëve, ku çeli si pari në edicioni i 63 i Festivalit Mbarkombëtar të Këngës për Fëmijë, një nga ngjarjet më të dashura kulturore për publikun e vogël dhe familjet shqiptare. Skena e vendosur në sheshin përpara teatrit Migjeni u mbush me dritë, muzikë dhe gëzimin e të vegjëlve. Gjatë natës së parë, publiku pati mundësinë të shijojë 4 këngë të interpretuara nga fëmijë të talentuar. Besoj që ky vit ka qenë shumë i veçantë, pasi kemi sjell artistë nga gjithë trevet e Shqipërisë, po jo vetëm. Kompozitorët më mëza që ka Shqipëria dhe gjithë trevat për te Shqipërisë. Ishte jashtëzakonshme, kishim shumë emocione, se ne zakonisht kemi emocione, pavarësisht përvojës, emocionet janë të pashmangshme. E jashtëzakonshme, fëmijët e mrekullueshëm, energjia e tyre, unë jam nane 2 fëmijëve, një botën e fëmijëve dhe është vërtet një kënaqësi e jashtëzakonshme. Këtë vit, për herë të parë, kënga që do të marrë çmimin e parë do të përfaqësojë Shqipërinë në kompeticionin ndërkombëtar Junior Fest, duke i dhënë festivalit një dimension të ri dhe më të gjerë për te kufive kombëtar. Ndihem shumë e lumtur dhe shumë emocionuar që do shkoj një herë dhe do ta provoj eksperiencën time dhe është domethënë jam shumë e lumtur. Në skenë do të interpretohen edhe 15 këngë të tjera konkurruese, ndërsa finalja e madhe do të mbahet me 1 qershor në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, kur do të shpallet kënga fituese.